Në qoftë se dashnia e Zotit ka zonë vend në ty, është mishnu në ty, qa do që të ndodhin për rreth teje, ti mos ndrysho. Kja është kulminante, pik, ti mos ndrysho. Nështë ta keme përjetu situatat vështira, personat që kanë me të bëtë keqen, të pameritueshme, nuk e meriton, por prapë se prapë ti mos ndrysho, sepse në kjo se Zotit ka bëtë aftë me dashti, s'mundesh me bëtë gjatë tjetër, nuk mundesh me bëtë ndryshe, nuk mundesh me vepru ndryshe. Shembulli ma fantastik është shembulli i martirëve tonë, në ndoshta i lamë masdoret, nuk i përmendim edhe nuk i njekim fort, ndoshta dhe nga ana tjetër nuk i njohim as sa duhet. Ka shumë prej krishterëve tonë që nuk i njohin martirët, por ama ata nuk kanë ndryshuar edhe përballë armiqve të tyre, bile ju kanë thënë edhe pse tu na bëhet keqen, edhe pse tu na vra, ne ju falim. Edhe kena mu lut për ju, për pështimin tuaj, sepse kush është i zhytur në forcën e dashnisë, nuk mundet me bë tjetër, nuk mundet me bë ndryshe. Dhe përveç kësaj, nuk mundet me mush vetveten me diçka të kundërt të dashnisë, me një urrëtie, me një mllef apo me një dashakeqësi. Ai që din me dasht nuk e ban të keqen, sepse tek e fundit nuk ja toleron dashnia. Është pak e vështirë ndoshta mu kuptu, por për te të kuptuar duhet mu jetu për çdo ditë. Ka persona që jetojnë për çdo ditë. Ka persona që çojnë mesh edhe për ata të cilët ju kanë bërë të keqen, që luten edhe për ta, për kthimin e tyre. Po, këta janë krishterë të vërtet. E kështu do të me kenë, se po ndodh që njëri të keqen, po i shkoj mrapan, atëherë mandana çfarë ndryshimi të ban? Nuk vepron çfarë thot Krishti. Ne jemi krishterë, ne veprojmë çfarë thot Krishti. Përndryshe do të kishim kënë tillë.